Këtë të martë në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u zhvilluan diskutime të shumta lidhur me projekt ligjin për librin në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Të pranishëm ishin edhe botues të cilët u përfshin gjërësisht në debate. Në fjalën e tij, botuesi Bujar Hudri hodhi akuzat për mungesë vëmendje ndaj librit në gjuhën shqipe dhe ngriti si shqetësim mungesën e abetareve shqipe për fëmijët e familjeve shqiptare në diasporë. Biblioteket e rreth janë zero, po të shkoni janë libra të parë 90-s. Po si nuk ka ky shtet, të themi Korçët bëj tender, Elbasani, Delvina, si nuk bëhet, s'doni të dinë fare. Fare, absolutisht. Ashtu. Dhe ajo që i vuri kazmën librit, është të vështëja. Këtu ka përgjithësi kolegu im Eri me ministrën Kumbaram nuk dishte, ajo i vuri kazmën librit. Pse? Ja do t'ja shpjegoj fare thjesht, duke si gjë e madhe. Libri s'ka pas të veshë, jo voj 6%. Tani, 6% nuk është as fare në i kush e di në vlerën e librit. Po ku është e keqe që e shkatëroj? Do të thotë që neve nuk mund të shëmë asnjë libari pa faturë të veshëja. Dhe asnjë librar nuk merr më, sepse librari automatikisht ngarkohet me të veshë. Dhe nuk do të rrisë atë shumën që vitin pas ardhës sa i takson më shumë. Dhe le të flasin të gjithë, ne na marr librat, një libër me telefon, 2 libra, 3 libra, asnjë libër. Ky është skandal. Po ç'i do në shtetet edhe 6%, se mos e kuptoj. Kaq keq jemi? Kaq keq është ky shtet? Pra, po ja theksoj që ajo funksionare që shtetet as fare. Besoj ka shkatruar përfundimisht, nuk besoj se libri shqip do ta ngrej kokën. Ti u dhimbset gjuha shqipe, nuk i dhimbset fare. Qeverive shqiptarë, jo këtyrë, po rasti opozitar, po këtyrë më tepër, si ishte më të shkolluar gjasme. Fare, tjetra, kam qenë jashtë shtetit. Kemi takuar prindër që duan abetare. Po si nuk i çon ky shtet abetare fëmijëve të vet në përbot. Harxhon miliona për infrastrukturën e zi ku shkojnë, po si nuk blien libra, si nuk blien abetare këndim. Ky është mirë deri djes rinde turku e greku gjuhë shqipe. Po kush ta pengon sot më? Duke thënë se gjithë jetën e tij ka dedikuar kësaj fushë, Hudri hodhi sërish akuza për shtetin kur tha se nuk është interesuar kurrë për ndërkombëtarizimin e kulturës son dhe se Shqipëria ka shkuar vetëm një herë në panairin e librit në Frankfurt. Ai e krahasoi Shqipërinë edhe me Kosovën kur tha se investimet këto e fundit i ka shumë herë më të larta.